Në vjeshtën e largët të historisë sonë, kur fjala shqipe t'i gjej në heshtje, u ngritën burrat e dritës, ata shëndezën gjuhën në zemrën e kombit. Në manastir u mblodhen si flak një zëri, Petronini Luarasi, zëri i palodhur i shkollës, mitat frashëri, mendja e kthjellët e kombit. Fajkonicja, elegancja e fjales së pastër, Gjergj Fishta, poeti që i dha gjuhës krah, ndërmjeda, mjeshtri i rrokjes dhe melodisë. Shajin Kolonia, pena e zgjimit, Fejm Zavalani, korçari që mbante zjarrin gjallë, Sotir Pejci, pedagogu që i dha shkronjës themelet. Ata nuk krijuan vetëm alfabetin. Ata ndezën udhën e lirisë, shkronjë pas shkronjë, dritë pas drite, derisa e folura u bë këngë dhe kombi mori formë në letër. Me zemër të bashkuar, në ditët e kongresit u gdhent historia, të vendoset një shkrim i vetëm, një gjuhë e përbashkuar, që t'i flas botës me dinjitet dhe t'i bashkoj shqiptarët në çdo anë të trojeve. Dhe alfabeti lindi, si diell që ngro shpirtin, si urë që lidh kohët dhe njerëzit. Prej atyre burave, fjala shqipe sot rritet, këndon, shkruhet, jeton. Ata mbetën dritë e përhershme, dhe gjua jon, amaneti i tyre, që pulson në çdo zemër shqiptari.